Shkencëtarët bëjnë zbulimin e madh, 128 hëna rrotullohen rreth Saturnit. Shkencëtarët kanë zbuluar kohët e fundit se Saturni ka më shumë hëna se sa ne ishim në dieni. Një ekip shkencëtarë zbuluan 128 hëna të reja rreth planetit, i cili është i famshëm për sistemin e tij të unazave të mrekullueshme. Përgjatë vitit 2019-2021, shkencëtarët identifikuan 62 objekte rreth gjigandit të gazit. Hulumtimet e mëvonshme zbuluan se ato objekte në fakt ishin hëna. Në atë kohë ata vënë re disa objekte të tjera të vogla, por që nuk arritën që t'i emërtonin ose më saktë të përcaktonin se çfarë ishin në të vërtetë. Sipas astronomëve, ata dyshonin se edhe këto objekte të tjera të vogla mund të ishin hëna, prandaj ata e rivizituan të njëjtën fushë qiellore për 3 muaj rresht në vitin 2023. Hënat e reja të zbuluara nuk janë as pak të ngjashme me hënën e planetit ton Tokë. Përkundrazi, ato janë në formën e një patate edhe kanë një diametër vetëm pak kilometra. Nga ekspertët, këto objekte njihen si hëna të parregullta. Besohet se fillimisht ato ishin pjesë e një grupi të vogël të cilat më pas u kapën nga graviteti i Saturnit në fillim të formimit të sistemit diellor. Zbulimi i tyre në lidhje me numrin e madh të hënave që ka Saturni rreth tij është i njohur zyrtarisht nga Unioni Ndërkombëtar Astronomik.